I tërë falënderimi takon vetëm Allahu te bareke ve teala, vetëm atë e adhurojmë dhe vetëm prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe përshëndetja qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ecin në rrugës së tij, ecin sunetet e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Falënderimi i takon Allahu te bareke ve teala për çdo mirësi të cilën na ka dhuruar. Falëndrimi i takon Allahut i cili na ka bërë pjesëtar të kësaj feje, pjesëtar të këtij dini të përzgjedhur nga ana e Allahut te bareke ve teala dhe atyre të cilët na ka bërë të nënshtruar ndaj tij, na ka bërë të nënshtruar ndaj urdhrave të tij dhe të nënshtruar ndaj sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj çdo gjë e cila vjen nga Allahu, çdo urdhër i cili vjen nga ai është i mirë së ardhur për ne. Çdo gjë e cila vjen nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe porositë e tij është e mirë së ardhur për ne. Allahu te bareke ve teala dashti që për robërit e tij ta bëj haxhin, njëran ndër shtyllat e Islamit. Dashti që njerëzit ta madhrojnë Allahun te bareke ve teala dhe ta lartësojnë atë duke bërë haxh për të. Andaj edhe tha: Lillahi ala nnasi hajjul beyti man istata'a ilayhi sabila. Dhe detyra njerëzve ndaj Allahut është që të bëjnë haxh, vizit shtëpinë e Allahut, çabën e bekuar, kushdo që ka mundësi që ta marrë këtë rrugë për tek ajo shtëpi. Kushdo i cili ka mundësi dhe ka pasuri që të bëjë haxhin, e ka për obligim që t'i përgjigjet kësaj thirrje të Allahut te bareke ve teala. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vlerën e haxhit tha: "El hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al jannah." Haxhi i pranuar tek Allahu te bareke ve teala nuk ka shpërblim tjetër pos xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Haxhi nuk është një ritual formal që përfundon me kryerjen e disa veprimeve të jashtme. Përkundrazi, ai është një shkollë e madhe që na mëson devotshmëri, durim, sakrificë dhe vëllazëri. Çdo rregull dhe simbolik e haxhit bartën në vete urtësi të thella që synojnë të ndërtojnë njeriu e bindur ndaj Zotit dhe të vetëdijshëm për misionin e tij që e ka në këtë botë. Allahu te bareke ve teala përmes kësaj shtylle, përmes kësaj dispozite na jep shumë mësime, jo vetëm thjesht që na bën obligim ta kryejm haxhin dhe me kaq të përfundojmë, mirë po nga çdo dispozit Allahu te bareke ve teala na jep mësime, na jep përfitime, e po ashtu edhe nga haxhi. Mësimi më i madh dhe më i mirë të cilën e marrim nga haxhi është se ai na e përkujton ditën e gjykimit. Është se ai na e përkujton ditën e llogarisë kur të dalim para Allahut te bareke ve teala. E nuk ka dyshim se ky është mësimi më i madh të cilën e përfitojnë muslimanët, të cilën e përfitojnë besimtarët. E për të na e vërtetuar këtë qëllim madhor edhe më mirë, Allahu te bareke ve teala qysh në fillim të surës Haxh na e përkujton ditën e gjykimit ku e fillon duke thënë: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. O ju njerëz, friksojuni Zotit të juaj, se vërtet dridhja e ditës së gjykimit është një çështje e madhe. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Atë ditë kur ajo të vi, dita e kiametit, çdo nën që ushqen me gji të voglin e saj do ta braktis dhe çdo shtatzën do ta
hedh atë të cilën e bartë në barkun e saj nga frika dhe dridhja e ditës së gjykimit, nga vështësitë të cilat njerëzit i përjetojnë në ditën e gjykimit, dhe i sheh njerëzit sikurse të jenë të dehur, mirë po ata në realitet nuk janë të dehur, por se dënimi i Allahut është i rëndë. Pra këto janë disa nga përkujtime me të cilat Allahu te bareke ve teala e fillon surën Hajj duke na përkujtuar ditën e gjykimit, duke na përkujtuar ditën për të dalim para Allahut dhe të japim llogari tek Allahu te bareke ve teala për çdo punë dhe vepër të cilën e kemi bërë në këtë botë. Pastaj haxhiu i cili merr rrugën për haxh, ai përshëndetet me familjen e tij. Andaj nga këtu duhet të mësoj se një ditë ai i cili e merr rrugën për haxh, një ditë do ta merr edhe rrugën për në ditën për në botën tjetër, dhe atë ditë është një rrugë e pakthim, dhe njerëzit do ta përshëndesin atë, njerëzit do ta përcjellin atë, njerëzit do ta dërgojnë atë tek varrezat, mirë po kjo lavdëmir, kjo përshëndetje është e pakthim. Andaj njeriu duhet të përfitojë nga kjo dhe ta përkujtojë ditën kur ai do të shkojë nga kjo botë dhe nuk do të kthehet, por se do të udhtojë drejt tek Allahu te bareke ve teala për të dhënë llogari për punët dhe veprat të cilat i ka vepruar në këtë botë. Pastaj veshja e petkut të ihramit na e përkujton ditën e gjykimit, atë ditë kur të gjithë njerëzit do të jenë të zhveshur dhe në vete, me vete nuk do të kenë asgjë, nuk do të bartin asgjë pas punëve dhe veprave të tyre të cilat i kanë përjetuar, i kanë bërë dhe i kanë vepruar në këtë botë. Andaj ky petk na e përkujton atë ditë madhështore kur ne me vete nuk do të marrim asgjë. Ky petk na e përkujton ditën kur ne të gjithë do të jemi të barabartë para Allahut te bareke ve teala, atë ditë kur nuk do të ketë dallim ai i cili ka qenë i pasur, nuk do të ketë dallim ai i cili ka qenë i varfër, nuk do të ketë dallim ai i cili ka qenë i bardhë ndaj atij i cili ka qenë i zi. Dhe të gjithë njerëzit do të takojnë Allahun te bareke ve teala dhe do të përfitojë dhe do të jetë ai i cili ka fituar, pikrisht personi i cili tek Allahu ka shkuar me punë të mira dhe me zemër të pastërt. Pastaj qëndrimi në ditën e Arafatit është një vend ku na e përkujton qëndrimin para Allahut në ditën e gjykimit, në atë ditë kur njerëzit nuk do të lëvizin, kur njerëzit nuk do të flasin, kur njerëzit do të heshtin dhe do të presin që të filloj dhe do të presin që të filloj dita e gjykimit, që të filloj dita e llogaritjes para Allahut te bareke ve teala. Ashtu siç haxhimit qëndrojnë në një fushë të gjerë, në fushën e Arafatit, kështu njerëzit do të qëndrojnë në mahshar në ditën e gjykimit, kur të ringjallën para Allahut te bareke ve teala, dhe secili duke e pritur se çfarë do ta shpërblej Allahu te bareke ve teala. Pasi e pam ngjashmërinë shumë të madhe mes haxhit dhe ditës së Kiametit, sepse haxhi përshkon disa momente që na e kujtojnë ditën e gjykimit, duhet të themi se a thua sikur ummeti ta kujtoj këtë ditë të madhe, ta kujtoj këtë ditë të madhështore më shpesh dhe ta kujtoj në çdo moment, nuk ka dyshim se njerëzit do të gjenin përmirësim në veten e tyre. Për arsye se çdo veprim, çdo njeri, çdo veprim të cilin e bën, nëse e kujton se një ditë do të dalë para Allahut dhe do të jep llogari për veprimet të cilat i bën në këtë botë, nuk ka dyshim se ai njeri do të ndalet dhe do ta mendoj se si do t'i gjej përgjigje para Allahut për veprimin të cilin e bën. Do të mendoj se si do të thotë, se çfarë do t'i thotë Allahut te bareke ve teala
përmendim për punët dhe veprat të cilat ai i punon në këtë botë, dhe nuk ka dyshim se kjo tek besimtari sjell përmirësim, nuk ka dyshim se kjo tek besimtari sjell çeltërsi, nuk ka dyshim se besimtarët kjo do t'i ndihmoj që të përparojnë, do t'ju ndihmoj që të zgjidhin problemet e tyre dhe do t'ju ndihmoj që ata mos të zhyten në punë dhe vepra të cilat nuk i don Allahu te bareke ve taala. Andaj kur njerëzit e harrojnë këtë moment, kur njerëzit e harrojnë këtë ditë, atëherë ata veprojnë veprime me të cilat Allahu nuk është i kënaqur me to. Veprojnë veprime të cilat nuk i don Allahu te bareke ve taala, sepse e harruan atë ditë kur ata do të japin llogari për punët dhe veprat të cilat i kanë vepruar në këtë botë. Innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum adhabun shadid. Vërtet ata që shmangen nga rruga e Allahut, për ta ka një dënim të ashpër. E pse ky dënim? Allahu vet i përgjigjet kësaj pyetje, bima nasu yawm al-hisab, sepse ata e harruan ditën e llogarisë. Pra e harruan ditën kur do të pyeten për punët dhe veprat të cilat i kanë vepruar në këtë botë. Pastaj haxhi na edukon se si ne duhet të bindemi Allahut te bareke ve taala, sepse ka shumë nga veprimet e haxhit të cilat janë të kërkuar për haxhilerët, mirë po nuk i din urtësitë e tyre, nuk e din se çfarë fshihet pas tyre. Haxhilerët janë të obliguar të nënçndrojnë në Arafat, janë të obliguar të sillen rreth Qabës 7 herë, janë të obliguar që të gjuajnë gurt në xhamarate, e shumë veprime të cilat ne nuk i dim arsyen sepse janë vendosur ashtu. Mirë po jemi të bindur ndaj Allahut te bareke ve taala dhe veprojmë siç ai na ka urdhëruar. Për ta e vërtetuar këtë edhe më mirë, thot Allahu te bareke ve taala në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Thuaj o ti i dërguar, nëse jo e doni Allahun, atëherë me pasonin atë të cilën unë ju urdhëroj, pa pyetur se për çfarë është kjo dhe për çfarë është ajo. Pra, ne jemi të urdhëruar që në adhurime ta pasojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç ai ka vepruar, pa u thelluar në pyetje rreth tyre, sepse qëndron një çështje e caktuar në formën dhe mënyrën e caktuar. Andaj edhe Omeri radhiyallahu anhu kur e puthi gurin e zi në Qabe, u ju drejtua atij dhe i tha: unë e di që ti je një guri nga i cili nuk ka dëm dhe nuk ka dobi, po mos ta shihja të dërguarin sallallahu alaihi wasallam duke e bërë këtë veprim, nuk do ta bëja fare. Pra, kjo tregon dhe na edukon se ne duhet të pasojmë rregullat të cilat shariati i ka vënë për ne, pa pyetur dhe pa u thelluar shumë, sepse Allahu te bareke ve taala i ka vendosur në mënyrën e caktuar. Pastaj hedhja e guralecëve tek xhamaratët, ku haxhinjet e gjuajnë gurët tek xhamaratët, kjo na përkujton se ne vazhdimisht jemi në luftë të vazhdueshme me shejtanin e mallkuar dhe asnjëherë nuk jemi të sigurt nga ai. Andaj çdo herë duhet ta përkujtojmë fjalën e Allahut te bareke ve taala, ku ai na parasit duke na thënë: ja ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. O ju të cilët keni besuar, mos i pasoni hapat e shejtanit, mos e pasoni rrugën e shejtanit. Inna ash-shaytana lakum aduwwa fattakhidhuhu aduwwa. Vërtet shejtani, djalli, është armik për ju, andaj merreni atë si armik. Pra kjo na mëson që ne jemi në luftë të vazhdueshme me të, dhe se ne çdo herë duhet të kundërpërgjigjemi atij
me veprimet tona, duke mos e pasuar atë dhe duke mos e ndëgjuar atë, kur ai përshpërit në vetet tona, kur ai përshpërit në veshët tonë dhe kur të tjerët përshpëritin në gjuhën e tij. Pastaj haxhi aludon në unitetin e muslimanëve. Ky bashkim, ky qëndrim në një vend, ky udhëtim në një vend drejt një shtëpie të caktuar, drejt një vendi të caktuar, aludon në bashkimin e umetit dhe se muslimanët duhet të jenë të bashkuar, duhet të jenë unik, ashtu siç qëndrojnë në haxh, që të qëndrojnë edhe në vendet e tyre, që të jenë gjithnjë të bashkuar, që të jenë gjithnjë me njëri tjetrin, që të jenë gjithnjë solidar me njëri tjetrin, që të jenë gjithnjë të afruar me njëri tjetrin dhe të gjenden njëri tjetrit në vështirësi dhe të jenë të afërt edhe kur ata ka nevojë dhe kur ata nuk ka nevojë për njëri tjetrin. Andaj, këto janë disa veprime, këto janë disa këshilla nga apo mësime të cilat i përfitojmë nga haxhi për ta kuptuar se ai nuk është thjesht një ritual i cili përfundon me veprime të caktuara dhe me kaq përfundon çështja e tij. Mirëpo nga ai duhet të marrim mësime, nga ai duhet të marrim përfitime. Dhe po ashtu dua të përkujtoj veten time dhe ju se haxhi nuk është një obligim të cilin Zoti e ka caktuar vetëm për ata të cilët i ndreqin, i bëjnë, siç thuhet në gjuhën popullore, i rregullojnë punët e tyre dhe pastaj haxhin e lën si çështje dytësore. Haxhin e lën si diçka jo e rëndësishme. Mirëpo për mos të thelluar në fjalët se çfarë thonë dietarët se kur bëhet obligim haxhi, themi se çdo njeri i cili ka pasuri që këtë vit ta bëj haxhin, nuk duhet që haxhin ta shtyej për vitin tjetër. Mirëpo në momentin që ai ka mundësi që ta siguroj familjen e tij, ka mundësi që ta siguroj shumën e cila është e nevojshme për haxh, në atë moment njeriu e ka obligim që t'i përgjigjet Allahut dhe ta bëj haxhin për hir të Allahut te bareke wa taala. Andaj mos të thellohet shumë, mos të mendoj shumë dhe mos të mendoj shumë rreth kësaj çështje, mirëpo ta merr veprimin e guximshëm, veprimin i cili e kënaq Allahun te bareke wa taala dhe ta bëj haxhin për hir të Allahut te bareke wa taala. Kur pa mundësisë i paraprin dëshira, atëherë gjithçka bëhet e mundur. Sot jemi të gjithë dëshmitar. Nganjëherë ne kur marrim disa shembuj nga e kaluara se si njerëzit kanë vepruar çështje të caktuara dhe si ata kanë pasur qëllime të mira në veprimet e tyre, mirëpo dikush mund të na i kontestoj ato ngjarje të cilat kanë ndodhur apo nuk kanë ndodhur. Dhe nga ngjarjet më të freskëta të cilat i kemi parë këtyre ditëve, e cili tregon se kur pamundësisë i paraprin dëshira e madhe, atëherë Allahu thën çdo rregull për t'ia plotësuar besimtarit, muslimanit, dëshirën e tij, njetin e mirë të cilën e ka bërë për hir të Allahut. Një ngjarje e cila ka ndodhur në kohët e sotme është se një haxhi libjan i cili kishte marrë rrugën, i cili kishte vendosur për të shkuar në haxh, për ta marrë udhëtimin në haxh, mirëpo gjatë udhëtimit të tij, gjatë qëndrimit të tij në aeroport, ai u has në disa probleme të cilat kishin të bëjnë me sigurinë dhe ati ju pamundësua që të udhëtonte me haxhilere, me aeroplanin i cili do të nisej pas pak minutash. Dhe ky njeri ishte i mërzitur, i brengosur se nuk mundi ta realizoj dëshirën e tij për të shkuar në haxh dhe u tha atyre të cilët e vanuan dhe ishin shkak që aeroplani i tij të ikte
dhe mos të mund ta zinte aeroplanin për të shkuar me haxhit e tjerë në haxh, o tha se unë do të qëndroj në aeroport për derisa të më bëhet zgjidhja për të shkuar në haxh, sepse unë jam nisur për në haxh dhe nuk do të kthehem në shtëpi. Ata i thanë se ktheu në shtëpi sepse për ty nuk kemi zgjidhje. Ky tha unë jam nisur për haxh dhe nuk jam nisur për shtëpi, dhe gjatë rrugtimit aeroplanit i ndodh një problem teknik i cili detyrohet që të kthehet pas. Mirë po dhe pasi kthehet pas, ati pamundësohet që të hyjë në aeroplan dhe përsëri aeroplani merr rrugën dhe përsëri ndodh probleme teknik, po aeroplani detyrohet që të kthehet përsëri. Ndërsa kapiteni i këtij udhëtimi tha nuk është problemi te prishja, nuk është problemi tek defekti i cili gjendet në aeroplan, mirë po problemi është i haxhiut të cilin e kemi lënë në aeroport dhe nuk e kemi marrur me vete. Pra, këtu Allahu te bareke ve teala për këtë njeri, për këtë besimtar, për shkak të njetit të tij të mirë, për shkak të vendosmërisë së tij të fuqishme, e bëri të pamundurën, e kthai aeroplanin prapa 2 herë që t'ja mundësonte këtij robit të Allahu te bareke ve teala që të udhëtoi për në haxh, që ta kryej këtë shtyllë të Allahut te bareke ve teala. Andaj, e lutim Allahun te bareke ve teala që të na bëj të vendosur në qëndrimet tona, të na bëj të vendosur në jetët dhe qëllimet tona, dhe që të na mundësoj që të realizojmë ato, dhe e lutim Allahun te bareke ve teala që të gjithëve të na mundësoj që të shkojmë në haxh dhe ta kryejmë këtë obligim me të cilin na ka ngarkuar Allahu te bareke ve teala. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.